Përshëndetje, ja ku jemi dhe me videon e fundit të dhjetorit. Nuk ishte si të mungonte, part 2 me Christmas food, do jetë me motrën, por ajo nuk e di. Unë tani jam shumë afër supermarketit, kam marrë edhe një shport shumë të lezetshme. Tani s'më ngele gjë tjetër, vetëm se të vini dhe ju me mua në market, të zgjedhim ato produkte që janë festive, dhe mendova që edhe pse shpirtërisht ju e dini se sa dhimbje kam dhe sa keq ndihem, por kjo është periudhë festive për të gjithë, kështu që nuk kisha pse ta lija kanalin pa video dhe pa bërë video të bukura për vete dhe për ju. Kështu që shkojmë tani në market. Apo kam hyrë në market dhe më tërheq vëmendjen kjo pakoja këtu, një pako surprizë. Se dëshmëra. Shkoni sa e bukur është, tamam festive dhe mendoj që do ta marr se duket goxha rënd dhe ka shumë produkte këtu. E mora dhe kuti të tjera më të vogla, por shikoni sa e madhe është kjo, sa gjithë koshi. Këto i kam provuar një challenge, kështu që një panettone me copa çokoladate nuk kam provuar, më duket e kam provuar me fruta. Kështu që po marrim dhe këtë. Dhe këtë paketimin e Kinder nuk e kam marrë, domethënë kam marrë një Kinder tjetër me zemër, por jo si ky, kështu që po e marr. Marrim dhe këto kolat me baba gjysh, nuk ka si të mungoj kola në këto ditë festive, kështu që e mora dhe 0 sheqer. Po mendoj të marr dhe një advent kalendar. Ja ku jemi sërish, sa po dola nga marketi, kam këtë shportën. Mendova se sirën e kaluar kur kam bërë atë shportën festive, do të kishte ato biskotat, ato produkte që unë kam vendosur të ka shporta, por jo nuk i gjeta, kështu që me këto që gjeta, bëjmë këtë shportën e bukur të bardhë. Po vendos panettonen me copa çokolate, kolat, Kinderin dhe pastaj kemi edhe këtë pakon këtu. Anxhi nuk e di që do bëjmë këtë videon, unë për pak do e marr në telefon, do t'i them që të vim, mbase do ta bëjmë video në makinë, mbase në shtëpi nuk e di. Dhe ja ku jemi. Çfarë shikon aty te kamera mbrapa? Ja aty. Tani janë dhe pasyzet e mia. Shkoj ca gjëra që janë në sport, po inshallah është ashtu, nuk është se është kaluar. Jemi tek Christmas food sot. Po këtë pikturën çfarë ke marr? Nuk është pikturë, është advent kalendar. S'është pikturë, më gjej si pikturë kjo. Hap avash tani si me ndonjë numër. Shohim çfarë kemi këtu te sporta dhe pastaj motor, kemi edhe diçka tjetër. Anxhi po ri kështu se mendon se kemi kaq. U çuditë se janë paka. Shko çfarë kemi këtu? Çfarë këtu? S'kemi vetëm sportën se po ri është shumë e mërzitur. Aman, inshallah nga dhe si herë kaluar. Jo, nuk janë lodra gjëra kështu. Edhe pse shumë më kanë thënë që video ju pëlqeu. Të zgjidhni numër. Hajde zgjidh. Unë pa pestën. Pestën. Po do të heqësh të? Po ja do ta heqim, po ku është pesta? Do të heqësh. Ja ku është numri 5? Pestën, më mua shoqëm karan. Duket se kemi pasur dhe vjetë. Duket se kemi pasur vjetë në çështë. Po ka qenë tjetër kalendar. Duket se më ka rënë çokoladë e mirë më. Dal mbaj ti që të zgjedh edhe unë do zgjedh një zejtën. Çfarë njësoj janë këto? Na ra njësoj. Hap tetën. Ku është? O zot, njësoj. Jo, dash më e madhe ajo. Çfarë më e madhe? Më yll. Në yll po, është më e madhe, këtë është më të vogla. Po jo më motor jo, njësoj janë. Se të ecë njerëz të vjetë mosëm se ka marrë. Çfarë note do t'i vëmë kësaj? Me që janë njësoj, 6. Jo, shija, s'ka lidhje që janë njësoj. Jo nga fakti që janë njësoj, po. Shija. Sa për shije, ti me sinqertë. S'ka ndonjë sheh kështu diçka dhe çmimin e ka shumë të lirë. As më pëlqeu. Por la zero, çfarë do të them pa sheqer? Ka shumë gaz në një kohë. Po e lezetshme. Skuta bit ka morin kjo. 0 sheqer. Haj më tran. Shumë e mirë kjo. Unë nuk i kam qef të 0 sheqer. O t'jetë kola tamam, them mos jetë fare. Mam që ka. For me, 10. Tani ne këta do ta Ja për nota apo jo? 10, kola e ka 10-ën. Tani do provojmë këtë panettonen me çokolata, sepse gjithmonë edhe në challenge kemi marr me pistakjo ose kemi marr ato panettonet. Dale se nuk është me çokoladë më tra, kjo është me fruta duket. Jo, i kemi marr në videot e kaluara me fruta. Dale ta hapë ti. Shumë lehtë. Si marrët kjo kështu? Po kape. Që më bëj kjo çopa çokoladës mua. Ja ta tregojmë, është kështu, të gjithë e dini si janë, se normalisht në këtë periudhë të gjithë blini, por ne për video po e provojmë dhe po jap një review. Është baloko. Shumë mirë kjo. Nuk që ka e ëmbël. Kjo është super. Do me thënë është më e mirë se sa me fruta, se sa ajo panettonja tradicionale që është gjithmonë. Nuk është ëmbël të
që të vel. Shumë mirë. 10 nga 10, 100. Ti dhe not? Jam i njëjtë mendim me ty. Okej, edhe kinderat, si ky nuk kemi provuar me këtë paketimin, kështu që e provojmë këtë. Me zemra? Christmas. We love Christmas, ha, ishte Po kjo. në qau që këtë, tash në gjitë kjo. Mos është për të ngjitur diku kjo. E po e me, ua, motra. Tani e zbuluam, unë pa Ua, dashje. keqe motra, ja. Kjo që nga për të ngjitur diku. Në shikon? Ose në pa. Ua, sa bukur, ua, thon ta kësha çokoladë në ballë. Ha? Okej, nuk e di për çfarë është kjo, mbase ngjitet diku, po ide shumë e Po bukur. përdesa është ashtu me ngjitur është. Oh, e di si është kjo, më duket se ngjitet në frigoriferi. Se di. Po që është me atë ngjitsen. Mos është për në brezi, moj. Po jo, se nuk ngjitet në brejtë me ngjitse. Unë Jo, them po më në vjen një ide, frigoriferi. të bërë një brez për shembull vetëm me çokoladë. S'është ide e keqe që e ti ngjisni atje. Po se më dojnë çokoladat apo? Është fiksi ajo çokolada me Kinder që ka këtë kremin e bardhë. Është një tashije me vezën. Me Po. vezën e Kinderit. Shumë e mira. Mhm. Të paktën ky challenge po na zgënjen, se të paktën po na shijon kjo që po hamë. Çfarë nota? Edhe kjo ka të shijen, siç e kam thënë edhe në për challenge të tjera që nuk të djeg grykën ajo ëmbëlsia, kështu që 10 nga 10 Kinderi. O dhjetë edhe unë, sepse ka të njëve me ashtu të vezët, si shtash? Po. Tani erdhi radha kësaj kutisë. Ka me ashtu Unë më them të që mos e koshkën. shikojmë çfarë ka, se është më interesante. Vetëm të zgjedhim nga një me së mbyllur. Unë të mia do t'i marrë në koshka, dhe me Po ashtu merri të koshkën. gjitha se unë ti dua. Hajde. Se jam dobësuar, jam shumë mirë dhe nuk dua të çndoshe. Kam vetëm Atëherë, shumë zemër gjërë. mua më vjen ta shikoj. Policia në kalu. Nuk jam për të ngranë. Da ham këtu tani. Ua. Motër, kjo pardyshi, më duket se të do. Po pse? Po kjo çfarë është këtu? Shikoj, e kanë prerë. Si e kanë bërë? Shikoj, është e prerë me gërshar, është e hapur çfarë? Si kanë bërë të hapin? Ja, Po nuk jo, e- me Ah, e e kanë kanë bërë bërë që gati. të... E kanë bërë gati, o të është të marrë, ta pikturosh. Dale, çfarë është kjo pas që do kemi dhe pikturojmë? këto, hajtë vëm nga një në balcin tja. Hiqe dhe kemi ta atillë. Për më lërë tani për se atencionin, se jam sa ty. shpenë. Ama në shumë e Mos bukur. mos Thjesht e pikturon këta dhe kjo ngelet dhurat dhe ven në ndonjë vend në shtëpi. Më është shumë e bukur. Jo, më tra mos qesh. Pse qesh kjo? Nuk e kuptoj. Ta marrë unë. Ku e vura me? Mire, po do të kisha vënë këtu me styre më duket. Ku e vure? Mire kam. Më ra mua. Këse Mo ka të ma anti ver pak mua një zemër. Do zemër të kuqe? Në mes të Ata dhe motra ballë. U të pat ty. puna, të paktën kemi nga një kështu. S'po mirë. Këtu du vjek. Po ti pse më smave ku e ke ti? Ja, këtu e kam. Po da ura pra. Dale. Oj, motër. Mirë është. Hajde afro këtu në motra ku ti shkon në shumë. Hajde këtu. E, po qa ku ti shkon më Hajde shumë? afro këtu tash. Lini një koment, ku ti shkon më shumë? I di ato çfarë ishin ato satëna, çfarë ishte një Në filmin. me Aliun, po. Nuk i bëjmë shumë po. Na i Allah, ku jeta motor, duke sa me pikturuar, hajtë Po pikturojmë mirë, këta tani. po ti me qef të madh dhe shiko çka ka aty mbrapa dhe me që kemi shumë gjëra për të ngrënë. O, kjo del shumë e bukur, unë këta do ta bëj. Shiko, Dëgjoj, nuk janë ajo, si ato. jo, dëgjoj. Ajo që nuk e pikturonin de. Patëm një incident të vogël se në ra telefoni. Po e me pse me? Tani po thoja që ajo lepurusha e bardhë që kishin herën e kaluar për pikturuar, nuk pikturoi ashtu sepse e pash ndjeksin në komente kishin shkruar që ajo të gjitha ato hidhen në ujë, futet ajo dhe nxirret pasaj që thajt, pastaj Ndërsa unë lexova një koment që kishin shkruar për atë, bretkosën duheshte në ujë të nxehtë. po, në ujë të nxehtë që të ndryshon dhe Edhe kur e ngjyrën. lexova në paketimi ashtu Domethënë kështu. asgjë të hajrit s'kemi bërë në ditën. Tani Po, kjo bretkosën ku e deri kemi? tani doli kështu dhe del shumë bukur dhe unë mendoj që do ta vazhdoj. Kjo që ka vërtet Elsa, nuk e tamam di, shumë e bukur. për ty domethënë kur pikturoj këto Këtë do kushte t'ja bëj vogël, me a? rozë këtë me Leila. Ka talent në këto, ka talent. Ja, do ta bëj dhe Bënte pak që plot t'ja të tilla tregoj kushte juve dhe vogël. do ta le për në shtëpi pastaj. Po që nga cilësore kjo pjesa e saj që ashtu. Si ça quhet kjo? Pëlhur? Kanvas, ça quhet kjo? Shumë bukur. Afroj këtej atë që duket një çik. Pak më qartë. Ja, shumë bukur. Do ta përfundoj në shtëpi. Ja e veshi dhe Ilsën me motë. Do zjetë më. Nëse mua kjo më pëlqen se është gjysma e shumës të asaj pakos që ishte 16.000, kjo ishte diku te 7.500-8.000 lek.
Dhe mendoj që ja vlen me kajta po shikoj deri tani. Kjo çfarë thot çokolata më e mirë në botë, po dalë ka çokoladë këtu. Motër më duket se unë ja qëllova. Me motër mjata, shi mos u tall tani. Më duket se është për të mbajtur çokolata. Po shko si thot këtu, moj. Çfarë thot? Motra e ku thot tu, chocolate boutique, the best chocolate from around the world. Edhe është kjo me Dubai këtu. Ai po çokolata s'ka po. Duhet ishte çokoladë Dubait këtu, motra, e kanë marrë. Nuk e di. Jo me e kanë marrë. Ishte si e hapur, nuk e di. Shikoj, Jo, njerëz nuk mos mendoj, janë nuk mendoj, jo. Ha? Unë mendoj që na lini dhe ju një koment, mendoj që kjo është për të mbajtur çokolata. Për të ngrënë, motor, për të ngrënë, çfarë ke marrë për të ngrënë? Wow, sa të bukur. Kjo është shumë e bukur. Si mendon ti motra deri tani për çmimin 7.000 lekë, 7.500 ja vlen kjo dhurata? Kush ishte kutia? Ja gjithë kutia. Ja, po prisi s'kemi parë deri në fund. Kemi parë, po unë them se janë të Nëse ka dhe lezetshme. gjëra tjera, ja vlen, ja super vlen për mendimin tim. Ne kemi haruar t'ja, prit pak, se kemi haruar t'ja japim nota, ndërkohë që hapun këta. Tani notat, kjo për mua, e dija që kishte çokolata, ishte shgënjim, po si pamje është yll. Do të 5 do t'jap. Çfarë jap? Jo, kështu për të mbajtur biskota më duket cilësore, tej. Ti ke çokolata mi mbajtur biskota do e kthej tash. Po biskota o çokolata? Okej, tej, 5. Kjo është shumë e vështirë për ta hapur, po ishte shumë e Ma e motrën? Shpejt. Ta hapun. Yes. Ha, ja. Ta mbajmë kështu se është shumë e bukur. Merr një. Kjo mos është ato dasmave, që ato karamelkat e dasmave. Ha? Mos janë gura këte, nuk hahen. A me bota e. Gjëra Na i të thërë të damë të motor. Motor se disi ashtu tipo mua s'më zbutur akoma. Mua bos më zbut. Si është kafshoja? Jo, nuk e kafshoja gjallë. Unë bëra si karamela. Të mira, po jo kështë e di qarë, notën 6. Përveç se një shije guriçke, nuk di në Si kura gur me sheqer. Qa është kjo? Do marrë unë ja, Unë e kam kështu me Barbie. si që e vetë një Barbie. Haribo. Për Haribo dua të them diçka që... Jo sa njësoj motra, unë i kam kështu. Ja, unë i kam më të Me të mira. kuqkë me ashtu ti paske. Ti si cream by paske. Qa e thome? Unë kam Coca-Colat, Qarë forme? brezi ime di me këto kolat Jo, Haribo s'janë jemi kola, rritur. Nuk e di sa ju i keni granë, më lini koment për unë. No, kola i kam unë, ja. Coca-Cola. E kam një kështu arushkë. E bostan. Që Sa dhe të shalqin. lezetshme. I thonë kësaj dhe... Ti pas ke shumë. A man këto Haribo të 10, sepse Ha? janë të tharta dhe të ambla, si me limontos. Ja, provoj. Se mbije mua ka shtë fort, ta shë kuptoj. Provoj këta. Është kësa mirë qa. Prit të provoj një nga ta ndja. Jam kurioze për Shua këta. kam me nërëtim, ja. Unë do provoj këtë shalqinin. Dhe e futam, në të për kjo. Kolesh kam në garë, se fort për shumë lezeshme. Ha? Shalqini, Nuk bërë? aromën e mirë, po... Jo, nga nuk ka të fare, njëshi apo. Do provoj edhe Ta këta. provojmë halqin. Piranë. Motra, unë i kam më të mira. E me janë shumë të forta. Këto të ëndësit që unë kam... unë pas kam një arushkë, shka. Ja, Do ka ti. lezeshme shalqini, Në provoj arushkën. Nuk më pëlqeu as shalqini. Unë tani do provoj arushkën. Ajo shka. Unë i kam si të tharta, po ta shikoni këtu, ka si limontoz, nuk e qarë është kjo, si e tharta është. Okej, këto nuk janë që. No flamiku këte. Tani motra janë edhe dy gjëra të fundit. Mbylli syt e unë i pash qarë janë, ti nuk do i shikosh. Edhe zgjith. Në sap, në Zgjith ka do, të majtën apo të djathën? Qa këte? Ta i bje këte? Kape vetë një, kape. Ha, kape. Finally! Më nuk mund të hamë. Gjithsesi është goxha pako e madhe, këto janë të fundit. Kështu që ti motra tani mund ta thuash review-n tënde, nëse ja vlen te kjo pako për një dhuratë, për shembull, u them se ja vlen, për fëmijë do kënaqeshin shumë. Për dhurat po. Motër, u bëra me lek. Kjo më kujtovi ato Çfarë është me? që vinim, për shembull, unë i kisha me pink, që i vinim kështu. Po, bilej me motrë vite resh E këto. mbanë, nuk e di për ju, I kishe lini zasë koment, vogla fare. unë kam pasur 5-10 të tilla dhe vja një këtu, i kisha shumë qef. Nuk e di si quheshin këto tani harova unë, si quheshin. E më kështu në formë në karficave që i vinin këtu. Po që unë i kisha shumë qef. Ujnksat e kostona, lëpirse,
Edhe këto mastikat, një si kjo do të ha? Unë një lepir se ta provoni më vëllë. Provoj. Oh, më pas ka rënë dhe një këshu, mua si orë, çfarë është kjo? Çfarë Sa është e dhuratë? bukur. Ja ta shohim. Ua, motra më çove në fëmijëri. Me vërtet? Çfarë është kjo? Ua. Ku është tjetra? Kush e futu ti? Ti s'e nxorë që ta Dy hash në lëpirse. prishte. Po, për zotin kjo më kujton. Kjo është me rush. Më kujtove kohën kur dili me fëmijët, me kalamaj të moshës time. Mirë nga lëpirse kështu ngjishim ande lart dhe mezi prisim se brenda kishte mastik, ka mastik brenda kjo. Mezi prisim që të mbaronte kjo pjesa sipër që të hanin dhe mastikun. Kush ta hajnë parë. Të ranë biskota që ke hapur. Mbaj këtu. Shumë e lezetshme. Ta marrë më të në shpita. Lëpirse do t'jap shihen 10. Kurse Haribove unë 7. 8 të kësaj, sepse më gjau si babor kjo. Ta Haribove ju dham neve. Haribove unë si dash fare. Ku kishin 7. Haribot? Qeras më të me ikse. Okej, provojmë biskotat japim review, po para se Po ti se do provoj orë. Jo, jo. Provoj. Para se ti provojmë, shikojmë edhe këtë, çfarë është kjo ora. Nuk ka gjëra tjera. Jo, ato janë, ato që ishin. Ato që ishin, po. Okej. Çfarë di çfarë është? Por shumë e sa për Ka orë me bukurim. vërtemaj këtu. Që duket tu anash. Oh, kështu. Aha. Është kështu, edhe më duket se këtu del ora. Që e ve kështu Po për direkt. fëmijë pse jo, është gjë e bukur kjo. Ta mirë, fëmijët e vegjël që kënaqen. Oh, me të bëhet gjëra. kështu. Edhe ka një si sustë. Ja, unë mbyll. Me këto Christmas të fundit këtë vit motra ki kënaqur. Jo, me se këto mua më pëlqyen këto. E kam seriozisht. Jo pra të lezetshme po. Për një fëmijë që mund të gëzohesh do ishte super, se ne shikojmë si për veten tonë. Nuk e kisha atje, kisha në ajo që gjithmonë ke marrë gjë tjetër dhe tjetër Jo, që ata. nejse, se këto ishin të kombinuara të paktën. Do më qirasisht tani. Po ti more vetë tani, ha. Të këndshme këto. Janë integrale. Integrale dhe janë me shi portokalli. Me qënësh me kakao, këto motra. Shumë të mira. Këto notën 9. Nuk e di pse si jap do dietën. Po ti? Notën, çfarë notë jep? 9. 8. Në të drejtën sa. Jesë të pëlqen dhe e kafshën prap. Apo ta mbarosh. Okej, Andri mund të pish. Vazhdo, të bëf të mirë. Unë do të them që kjo ishte video për sot. Është video e fundit të dhjetorit. Shpresoj që nga janari dhe ande të kemi video edhe më të bukura. Unë munduam t'i përshtatemi pak festave, pse jo, kaloj mirë ne, kaloni mirë dhe ju. Dhe këtë duam të transmetojmë pavarësisht dhimbjeve apo mërzitjeve shpirtërore. Jeta duhet të vazhdojë dhe të shikohet para dhe pse jo, të shpresojmë për më të mirën. Ti motra do thuash në gjë dhe para se ta mbyll kam një urim për të gjithë ju. Gëzuar të gjithëve vitin e ri. Uroj të keni shëndet, të keni harmoni dhe shumë lumturi në familjet tuaja. Edhe pse unë këtë vit nuk është që do festoj, do kem një bredh me dhurata poshtë, dua të bëj një falënderim shumë të madh për të gjithë ata që janë kujtuar dhe kanë dërguar dhurata për re. Shumë faleminderit ju uroj, vetëm gëzime dhe ja u shpërblefsha në të mira në familjet tuaja. Edhe Zoti ju dhon të mira edhe mbarësi kudo. Gjithë atyre që janë pozitive dhe bëjnë mirë. Po, gëzuar të gjithëve, ju duam, pacim! Gëzuar.